Mbi 400 kartela mjekësore të mbledhura në dispanseritë e 6 rretheve të vendit nga Instituti i Shëndetit Publik për të analizuar nivelin e sëmundjeve pulmonare obstruktive kronike, tregoi se mbi 70% e pacientëve të prekur ishin në stadin e 3 dhe të 4 të sëmundjes. Na rezulton që në stadin e 4 janë 37,2% e individëve të kartelizuar tashmë dhe të diagnostikuar me sëmundje obstruktive kronike pulmonare. 40,2% janë të stadit 3, në total diku te 70,4%. Është një gjendje le të themi kritike. Patjetër. Sipas ekspertes Mata, duhan pirja rezultojë në një lidhje të fortë me zhvillimin e këtyre sëmundjeve. Meshkujt duan pirës dhe mbi moshën 50 vjeç kanë probabilitetin më të madh për zhvilluar problematikat e sëmundjeve obstruktive pulmonare kronike. Vrojtimi gjeti një lidhje të rëndësishme midis vendbanimit dhe stadeve të sëmundjes, kjo referuar qyteteve me ndotje të ajrit, si zona industriale Elbasan, Fier dhe Tirana, me nivele të ndotjes nga plurat. Faktori i ndotjes së ajrit do të jetë në fokus në një tjetër studim që sapo ka nisur. Ku ne do marrim 2 grup popullata, pra do i referohemi popullatës së sëmur dhe jo vetëm nga problemet pulmonare, po dhe kardiovaskulare, si dhe malinjet, dhe grup popullatën qytetet apo zonat ku ne do shtrim studimin, ku një informacion do merret dhe nëpërmjet një pyetësori të strukturuar, rekomanduar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Dhe gjithashtu dhe nivelet të elementëve të ndotjes së ajrit për cilën na është vënë në dispozicion Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe do bëjmë një korrelim, domethënë të faktorëve që ndikojnë në ndotje dhe ekspozimin në këtë ndotje sa ka ndikuar në zhvillimin e sëmundshmërisë apo deri në nivelet që do vlerësojmë për vdekshmërinë e individëve, për të gjetë një korelacion se sa është ndikimi i ndotjes së ajrit në zhvillimin e këtyre problematikave. Mjekët e Institutit të Shëndetit Publik theksojnë në raport se promovimi i parandalimit të faktorëve kryesor të rrezikut, që lidhet me zhvillimin e spokut, duhet të jenë një prioritet kombëtar për të ulur prevalencën e kësaj sëmundje të heshtur.